Prej 3 vitesh në qytetin shqiptar turistik të Ulqinit që administrohet nga Mali i Zi është hapur edhe libraria e librit shqip, e cila ka mira libra të autorëve nga trojet shqiptare, siç shpjegon librashitja Erjona Aslani. Ismail Kaderi, Drejtëra Golli, Naimi Frashëri, Sami Frashëri, Serios Pase, Gjergj Fishta, Bledi Fevziu, Recep Qosjen. Aslani thot se sidomos pas muajit marste në vazhdim ka kërkesa më të shumta për libra pasi fillon sezoni turistik. Këtë sezon kemi pasur shitje një numër shumë më të madh se vitin e kaluar, gjatë sezonit të marsit, gjatë sezonit pranveror. Në veçanti ka kërkesa për libra shkollor nga shkolla 8 vjeçare dhe shkolla e mesme. Kemi numër të vogël, ku mund të ceki shumë pak. Nuk kena një numër të madh. Pi klasës parë deri në vit 4 gjimnaz. Përveç shitjes së librit, libraria e librit shqip në Ulqin zhvillon edhe aktivitete promovuese. Kemi edhe ambiente për organizime të ndryshme, të llojeve të ndryshme, si për eventet e tilla si është kjo sotme, këndin e fëmijëve që i argëtojmë fëmijët në kopshtet për shembull së Çerdhës. Kjo librari posaçërisht për shitjen e librit shqip në Ulqin është hapur me iniciativën e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Malin e Zi dhe te disa shtëpi botuese prestigjioze në Shqipëri.